Mirë po, nëse funksioni i tiroides ka fillu me u ullë, edhe ka fillu me ra niveli i hormoneve të tiroides që po prodhonë, pra atër fillojnë ato simptomat e mungesës së hormonit. Dhe ato janë, dhe më thënë, për shkak se këto janë hormonet të cilat nuk veprojnë vetëm në një organ ose në një grup qelizave, po çdo qelizë e trupit është e mvarur, funksioni i çdo qelizë e trupit është i mvarur prej këtyre hormoneve, atëherë atakon krejt sistemet, atakon çdo qelizë trupit, duke fillu prej thonit e deri te floku. Domethënë, mundet me pas ankesa edhe në funksion të zemrës, mundet me pas ankesa edhe në funksion të trurit, që domethënë vinë prej sistemit nervor.